Po, biznesi është shumë i kujdesshëm. Nuk ne si OT kemi reaguar për mënyrën se si është marrë vendimi, domthonë është marrë pa një konsultim, është marrë pa një analizë paraprake për me pas se çfarë ndikimi do të ketë. Tani jemi në muajin e parë, sipas vendimit të qeverisë paga minimale është dashur me hyrë në fuqi dhe ka hyrë në fuqi prej 1 janarit. Ende nuk kemi ndonjë reagim. Presim që të shohim se cili do të jetë efekti i saj. Mirë, por nuk ka qenë e drejtë procedura dhe mënyra që është marrë dhe që është vendosur paga minimale. Ne kemi thënë edhe më herët përmes mediumit juaj, po sikur të na është dhënë mundësia që ne me u konsultu, ndoshta do të kishim propozuar një pagë më të lartë. Mirë, po vendimi është ky që është edhe tani do të shohim se si do të ketë efekte në të biznesit. Mirë, po shikoni, biznesi i Kosovës është duke u sfiduar. U sfiduar me rritjen e energjimit, energjisë elektrike në predh, u sfiduar në qershor me nxjerrjen në tregun e lirë, u sfiduar tani me pagën minimale, u sfiduar me jo stabilitetin politik, u sfiduar me tatimin në pron, tani që dhaj prej 1 qershorit thujseve që është në fuqi, nëse nuk ndryshon diçka me ligjin e buxhetit. Kështu që biznesi në Kosovë çdo muaj befasohet me një vendim dhe me një sfidë të re që i shkon komplet në ngarkesë. Dhe kjo pitrem bizneset, pitrem investitorët të huaj dhe ja shifni, investimet e kosovarëve për herë të parë në historinë e pas luftës kanë mbërri afër 400 milion që po investohen në vendet e rajonit. Dhe kjo më së miri tregon se ku jem dhe çka jemi duke bërë për bizneset tona në Kosovë, për prodhimin tonë. Shiko, me rritjen e pagës minimale, në këtë mënyrë që është vendosur nga ana e qeverisë, pa ja dhënë mundësi sektorit privat mu deklaru, biznesi është ngarkuar 2 herë. Është ngarkuar dhe me tatimin të ardha personale në pagën minimale, por është ngarkuar dhe me rritjen e pagës minimale. Kjo nuk është e drejtë. Për këtë arsye tash, nëse ne kishim shkuar me një propozim, ndoshta do të kishim shkuar me një masë mbështetëse nga ana e qeverisë, po do ta kishim propozuar një pagë ndoshta edhe më të lartë se 425. Për këtë arsye ne kërkojmë që në tarmën, në çdo vendim që merret, na jepet mundësia që të konsultohemi, na jepet mundësia që ta kemi një studim, të shohim cilat janë efektet e saj dhe më pas ta marrim një vendim. Mos mirret vendimin në kohë fushate ose në kohën e zgjedhjeve dhe të hynë fuqi me një herë në fillim vit. Biznesi ka një plan të investimeve, një plan financiar, një business plan, nafat shkurt, nafat mesme dhe nafat gjatë. Dhe nuk është e drejtë se ti mundesh se je qeveri, mirë po nuk është e drejtë të ndërhysh në planin e investimeve të biznesit. Do të ketë ndikim, sidomos në rajone tjera jashtë Prishtinës, do të ketë ndikim, për shkak se sado që pagat në sektorin privat janë rrit, po prap kemi ku sipas një studimi rreth 100.000 punëtor prekën nga kjo paga minimale. Disa biznesi do ta kenë vështirësimet, vërtet do ta kenë vështirësi, sidomos bizneset që janë në ditët e para, në hapet e para, studentët për shembull që i fillojnë startupet, ata do ta kenë vështirësi derisa të arrijnë një standard ose një zhvillim. Do ta kenë sfidë.